do të përshëndes gjithë një herë në emër të Jezus Krishtit. Që jam përsëri midis jush. Falenderoj Zotin që si shta dhe vllai mbas shumë kohësh u takuam përsëri me hirin e Zotit. Aleluja, është bërkur emri i Tij i shenjtë, ne falenderojmë për dashurinë e Tij të madhe që tregon, që ka treguar, tregon dhe do tregojnë akoma deri në ditën që Zoti do vijë për ta marrë, që të jetojmë atë në përjetësi. Jemi të bindur që Zoti po vjen. Falenderojmë Zotin për premtimin e Tij që na ka bërë, duke thënë që në shtëpinë e Atit tim ka shumë banesa, po shkoj të përgatis vend dhe pasi ta kam përgatitur do kthehem të marrë që aty ku jam mund t'jeni dhe ju. Lavdi Zotit tonë. Falenderojmë Zotin tonë dhe një shumë për banesën e Tij të përjetshme. Shikojmë që njerëzit në këtë botë kërkojnë të kenë një banesë, një ndërtesë, një shtëpi, një vilë, kënë diçka, harxojnë shumë për të bërë një ndërtesë. Dhe në fund nuk e di ma e gëzoj. Por ato që Perëndia na ka premtuar neve, që na ka bërë që na gjumë bitë ti, është banesë e përjetshme, e përgatitur dhe e bërë jo nga dorë njeriu. Lavdi Zotit tonë. Atje do jetojmë në përjetësi. Ne nuk e blem dot. Nuk kemi mundësi që paguajmë për atë ndërtesë që Perëndia ka përgatitur për ne larg në qiell. Ne përshkruajmë fjalën e Zotit tek zbulesa, se si është qyteti që Perëndia ka ndërtuar për të zgjedhurit e Tij, Jeruzalemin e ri, që na thotë fjalë e Zotit është me art kullure, ku nuk do ketë nevojë për dritë, pas për gjë tjetër, sepse vetë Zoti do jetë drita dhe ai do kujdeset për neve për gjitha gjërat. Dhe këto Zoti jon Jezus Krisht na jep falas. Ashtu si na ka dhënë shpëtimin e jetës tonë, të shpirtit tonë, falas, ashtu do na japin dhe banesën tonë të përjetshme. Falas. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht, dhe falenderojmë Perëndin dhe një herë për premtimet e Tij, dhe premtimet e Zotit janë po dhe amin. Presim dhe Zoti na pret dhe neve që t'i marrim. Aleluja. Falenderojmë dhe një përdurimi që bën për gjithë neve. Dhe për ata akoma që do vinë. Lavdi Zotit. Mos marr kohë tjetër, do lexojmë nga fjala e Perëndis te Veprat e Apostëve, kapitulli 1. Shumë herë kemi lexuar si kapitulli i njohur, jo të gjithë, deri te vargu 15. Tregimin e parë e bëra o Teofil mbi të gjitha gjërat që Jezusi nisi të bëjë dhe të mësojë, deri në ditën në të cilën u muar në qiell, pasi u kishte dhënë urdhërime nëpërmjet frymës së shenjtë të apostëve që ai kishte zgjedhur. Atyre pasi pati vuajtur, ju paraqit i ngjallur me shumë probabilise, duke u parë prej tyre për 40 ditë dhe duke folur për gjërat e mbretërisë së Perëndisë. Dhe duke u gjendur bashkë me ta, i urdhëroi ata që të mos largoheshin nga Jeruzalemi për të prisin premtimin e Atit, që tha ai, e keni dëgjuar nga unë.
sepse Gjoni pagzoi me ujë, por ju do të pagzojeni me frymën e shenjtë mbas jo shumë ditësh. Kështu ata që ishin mbledhur bashkë e pyetën duke thënë: Zot, a do ta rivendosësh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Por ai u tha atyre: Nuk ju takon juve të dini kohrat dhe momentet e përshtatshme që ka përcaktuar Ati me autoritetin e vet. Ju do të merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë mbi ju dhe do të bëni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Juden, në Samari dhe deri në skajin e dheut. Mbasi tha këto gjëra, ndërsa ata po e vështronin, u ngrit lart dhe një re e përfshiu dhe u avoqi prej syve të tyre. Dhe si ata po i mbanin sytë të ngulitur në qiell, ndërsa ai po largohej, ja dy burra në rroba të bardha ju paraqitën atyre duke thënë: Burra Galileas, pse qëndroni e shikoni drejt qiellit? Ky Jezus, që është marrë në qiell nga mesi juaj, do të kthehet në të njëjtën mënyrë me të cilën e keni parë të shkojë në qiell. Atëherë ata u kthyen në Jeruzalem nga mali që quhet i Ullive, që është afër Jeruzalemit sa një ecje së shtunës. Dhe si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme, ku rinin Pietri dhe Jakobi, Gjoni dhe Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeu dhe Mateu, Jakobi Alfeut dhe Simon Zelçmi dhe Juda i Jakobit. Dhe të gjithë këta ngulmonin me një mendje të vetme në lutje dhe përgjërim së bashku me gratë, me Marinë nënën e Jezusit dhe me vëllezërit e tij. Amin. Lavdisot i tonë, falenderojmë një Perëndim për fjalën e tij të shenjtë. Haleluja. E dim që para pak ditësh në gjithë botën, ashtu si dhe ne, lexojmë në shkrimin e shenjtë që rreth 2000 vjet përpara Zoti tonë Jezus Krisht e kryqëzoi. Pasi erdhi në tokë për 3 vjet e gjysmë, pasi mori shërbesën, Zoti jonë Jezus Krisht shkoi në kryqin e Golgotës, duke i paralajmëruar dishepujt për gjithë ato që do ndodhnin. Aleluja. Sepse për këtë erdhi Zoti jonë Jezus Krisht në tokë, mori trajtën e shërbëtorit, u bë ngjashëm me njerëzit dhe duke bërë një vepër që askush tjetër nuk mund ta bënte, nuk është nevoja, sepse besoj që të gjithë kemi lexuar Dhjetën e Re, e dim shenjat dhe mrekullitë që Zoti jonë Jezus Krisht bëri në praninë të gjithë popullit, dhe shikojmë që të lexojmë sot dhe të lexojmë mbar njerëzimi ata që kanë besimin tek Zoti jonë Jezus Krisht, ashtu si dhe neve sot. Por që më në fund që të përmbushej që ishte profetizuar që nga fillimi në lidhje me Zotin tonë Jezus Krisht, Zoti shkoi në kryqin e Golgotës. U mbulu me mëkatin e gjithë botës. Aleluja, derdhi gjakun e tij në kryq si çmim për të na blerë neve, sepse jemi blerë të gjithë me gjakun e shenjtë dhe të shtrenjtë të Zotit tonë Jezus Krisht, lart në kryqin e Golgotës. Aleluja. Dhe kemi marrë faljen e mëkateve nëpërmjet emrit të Zotit tonë Jezus Krisht, lart në kryq, sepse lart në kryq ai mori mëkatet tona, sëmundjet tona, lëngatat tona. Dhe shikojmë që ditën e tretë Zoti jonë Jezus Krisht ringjallet sipas shkrimeve, por dhe sipas fjalës së tij, duke thënë që ditën e tretë do ringjallet. E pabesueshme, për shumë të trishtuar dishepujt, por Zoti jonë Jezus Krisht tha që na thotë fjalë e Zotit, vetë fjalët e Zotit tonë Jezus Krisht, përpara se të kryqëzohej, tha që për pak nuk do të më shihni më dhe pas pak do të më shihni përsëri. Dhe Zoti jonë Jezus Krisht mbas ringjalljes u shfaq, na thotë fjalë e Zotit, në forma të ndryshme dishepujve. U shfaq kur dishepujt ishin mbledhur
në një dhomë të mbyllur, se kishin frikë nga judejt, e tha paqja me ju. Lavdi Zotit tonë Jezus Krisht. E falenderojmë Zotin, dhe si sta dhe vllai, që Zoti është midis nesh, dhe ne jemi bindur që Zoti sot është këtu midis nesh. Sepse thot ku 2 dhe 3 janë mbledhur në emrin tim, mes tyre jam dhe unë. Aleluja. Zoti që mbush qiellin dhe tokën, që është krijuesi i gjithësisë, që e shikojmë këtu të ikin lart në qiell, në një re me lavdi të madhe, sepse disepujt e panë Zotin ton të ngrihej lart në qiell, në një re. Lavdi Zotit. Dhe ne jemi bindur që sot Zoti jon Jezus Krisht është lart në qiell, por është dhe ku do ndodhur, sepse nuk ka vend mos shikohet nga Zoti jon Jezus Krisht. Dhe për këtë themi gjithmonë që Zoti është ku 2 dhe 3, jo vetëm ku 2 dhe 3, po dhe ku jemi vetëm, Zoti është me ne. Sepse thot nuk do t'i lë, nuk do t'i praktis, do jem me ju gjitha ditët deri në mbarimin e botës. E falenderojmë dhe jemi mirënjohës Zotit ton. Aleluja. Por lexojmë këtu me hirin e Zotit ton Jezus Krisht këtë fjalë, që pasi u shfaq discepujve në shumë forma për 40 ditë, dhe akoma nuk kanë kaluar 40 ditë nga Pashka, që të gjithë jemi të vetëdijshëm. Lavdi Zotit ton Jezus Krisht. Ne sot e dim që Zoti është në djathtë Perëndisë, e dim që ditën e Pashkës nuk ishte lart në kryq, por është lart në qiell. Aleluja. Edhe është ku do ndodhë. Mbas 40 ditësh Zoti jon Jezus Krisht, bashkë me discepujt, në thotë fjala e Zotit, që u shfaq në shumë forma, ju shfaq Pietrit, ju shfaq apostëve, ju shfaq 120 discepujve, njërë 500, njërë tjetër, lavdi Zotit ton, ju shfaq dhe apostolit Paul, por na u shfaq dhe neve. Na shfaq dhe neve Zoti jon Jezus Krisht. Të gjithëve. Sepse ka ardhur në jetën tonë dhe na u shfaq për të na treguar të vërtetën. Mos i marrim që Zoti i shfaqur këtyre, i shfaqur vetëm apostëve, Pietrit, atyre 120-ve, 500-ve, Palit, na u shfaqur dhe neve vëllezër dhe motra të gjithëve, na u shfaqur për të na treguar rrugën e vërtetë. Sepse ai është rruga. Ai është e vërteta, ai është jeta, ai është drita e botës. Ai është shpëtimtari i botës. Është shpëtimtari jon. Aleluja. E falenderojmë shumë. Edhe këtu discepujt, mos të marrë shumë kohë, nuk e di, nuk do të marrë shumë kohë. Këtu discepujt e pyetën Zotin ton Jezus Krisht, kur ishte bashkë me ta, thanë, Zot, a do ta rivendosësh tani mbretërinë e Izraelit? Mendojmë, për një sekundë, unë sot që lexova diçka, mendova që kjo se Zoti do kishte ardhur në atë kohë, ku do ishim? Do ishim? Sa do kemi shpëtuar? Ose nëse do vej sot akoma? Lavdi Zotit, e falenderojmë për durimin e tij. Për durimin që tregon për ne. Për ata akoma që do vinë kish. Sepse Zoti nuk do që asnjë nga neve të mbasin. Nuk do asnjë nga ata që do besojnë akoma, që do vinë kish, të shkojnë pa e njohur Perëndin. Ne si njerëz nuk durojmë. Unë i parë. Më kujtohet përpara shumë viteve, thosha Zot lutem bish ta marrësh. Zot bish ta marrësh. E kam thënë, fillim besimit tim, po më mendoj pastaj. Po këta sot, ku do ishë? Po ata që do besojnë akoma. Prandaj, këtë vendosi sot Zotin në zemër që të them,
ta falenderojmë Zotin për durimin që tregon për ne. Për durimin që ka treguar dhe tregon. Dishepull thanë sot, Zoti do ta rivendosë tani. Mendoni në atë kohë. 40 ditë mbas ringjalljes së Zotit tonë Jezus Krisht, sa ishin? Sa dishepull ishin? Na bizohet tonë. Falenderojmë Perëndin, sepse Zoti do ta nuk ju takon juve të dini ditët, momentet, kohën e përshtatshme që ka përcaktuar Ati im me autoritetin e vet. Por ju do merrni pushtet dhe fuqi, kur fryma e Shenjtë do vinë mbi ju, dhe atëherë do jeni dëshmitarët e mi në të gjithë skajin e dheut, ku arriti fjala vetë e ne, që besum dhe ne, pranum dhe ne Zotin tonë Jezus Krisht. E falenderojmë Zotin, Aleluja. Dhe shikojmë vonë që apostli Pjetër, pasi mori këto këshilla, dhe nga engjujt që u shfaqën, në moment kur e pan Zotin tonë Jezus Krisht ngjitej lart në qiell, në re, nga dy engjujt që u shfaqën, dhe thanë pse shikoni? Do ta shikoni duke ardhur në të njëjtën mënyrë kur të vinë. Sa këtë besoj unë dhe kemi shpresë që ta shikojmë ne. Kemi neve kisha apostolike e fundit që të shikojmë Zotin tonë Jezus Krisht duke ardhur në qiell. Të paktën për mua është kjo shpresë. E kam të shpresë ta arrij, nëse Zoti nuk do lejon të ikim përpara. Që të shikojmë Zotin tonë duke ardhur me pushtet dhe me fuqi nga lart. Duke na ftuar të marrim në trashëgimni mbretërinë e qiellit që u përgatit për ne që nga krijimi i botës. Aleluja. Këtë presim. Edhe punojmë për veprën e Zotit. Ndihmojmë, sepse vepra është e Zotit, por neve të ndihmojmë në veprën e Tij. Aleluja. Mos bëjmë mbrapa, mos kthehemi mbrapa. Mos të mbasim kohë. Zoti po vjen. Zoti është afër. Do që asnjë nga neve mos të mbasim për të marrën premtimin që na ka bërë. Të jetojmë atë në përjetësi. E kemi gjithat përgatitur nga Perëndia. Nuk do të çojmë vjetë me vete ku t'ikim. Nuk do të çojmë Zotit as arë, as argjend, as pasuri, as nuk di se çfarë të them. Se nuk do kemi nevojë, sepse thot Zoti gjitha e ka përgatitur ai, gjitha ka bërë gjëra të reja. Lavdizoj të. E falenderojmë Perëndin. Aleluja. Vetëm neve ta presim. Ta presim të vinë ashtu siç na i përshkruan këtu fjalë e Zotit. Ta presim Zotin, sepse do vinë me fuqi dhe me lavdi të madhe. Por kur? Atë nuk e di. As neve sot nuk e di. As unë sot nuk mund të them se kur do vinë Zoti. Nuk e kam menduar ndonjëherë se kur Zoti do vinë. Por gjithmonë jemi gati sepse ajo ditë do vinë e papritur. Mund vi sot, unë mund vi nesër, unë nuk e di. Mund vinë mas 10 vjetësh, nuk e di. Neve të qëndrojmë edhe ta presim në çdo moment ardhen e Zotit tonë Jezus Krisht, sepse është e shpejtë, për të jam i sigurt. Për të jam i sigurt që ardhja e Zotit është e shpejtë, sepse na thot, kur të shikoni ngjarjet që janë përshkruar sipas fjalës së Zotit, ta dini thot se çlirimi juaj është afër. Ngrini sy drejt qiellit. Dhe ne do të presim. Edhe një herë do të them lavdi Zotit dhe falenderojmë Zotin për durimin që tregon për ne. Amin. Zotit na bekojnë dhe Zotit na bekojnë gjithë.